Përmes hipnozës, a mund të fshim nga memoria jonë emocionet të cilat ndoshta ndër vite na kanë rënduar. Ndarja dhe grieving, pra dhimbja që të ke humbur fizikisht një individ, aty duhet bërë punë tjetër, pra jo direkt në hipnozë, sepse ti nuk e di çfarë mund të shkaktosh një personi. Pra ky person ka nevojë që ta nxjerrë një herë këtë dhimbjen jashtë. Dhe pastaj po flasim dhe për njerëz të tjerë të cilët janë ndarë nga i dashuri apo e dashura, se bëhet shpesh kjo pyetje. Po, nga partneri. A më bën të që unë të haroj atë individin? Po. Ja, ne tani të hym edhe ta zhdukim atë individin nga kujtesa. Përsëri unë nuk jam për këtë proces. Jam për procesin që ti ta kuptosh. Është e mundur. Është e mundur. Por që ju nuk jeni dakord për këtë proces. Po, këtë doje të më nxirre. Tani do të them që është e mundur të bëj dhe shumë gjëra me hipnozën, dhe prandaj njerëzit duhet të kenë edhe pjesën e kujdesit në këtë. Pikërisht, pra sepse duhet kemi informacionin për t'u treguar të kujdesshëm deri ku arrin fuqia e hipnozës. Fuqia e hipnozës është shumë e thellë.